besoj është situatë ndryshe të gjitha zhvillimet që kanë parë në Kosovë pas pavarësisë, ata që kushtojnë funksione shtetërore, nisi kryetari i parlamentit edhe këshillëtyrë e presidentit, dje kanë bërë shkelje kushtetuese. Kjo është gjë që me suprimimin e kushtetutës e kanë krahasuar ata që kanë bërë kaluar. Është një ngjarje shumë e rrezikshme, një drejtim i rrezikshëm. Edhe vërtet ju bëj thirrje që të ndalet, mos vazhdojnë në këtë drejtim. Ruajtja e pushtetit, mbajtja e pushtetit, ardha në pushtet është e mundshme duke respektuar kushtetutën, duke respektuar demokracinë e vendit. Nëse shkojnë në kësaj rrugë të rrezikshme, po na pamundësojnë pra funksionet mbas kushtetutës, edhe nuk na lënë rrugë tjetër përpas që të drejtohemi qytetarëve, sovranit, që të mobilizohemi që të mbrojmë kushtetutën e Kosovës, e kemi detyrë, e kemi obligim. Unë besoj që sovrani e bën këtë, e ka bërë çdo etapë të jetës së këtij vendi, kuptohet me veprime që sovrani vetë identifikon, që mund të jenë edhe protesta, edhe veprime tjera dhe përshkallëzime që vlerëson të nevojshme, por prapë edhe një herë i thras të dijes, ndërgjegjës, gjithë, mos bëhen pjesë e shkeljes kushtetutës, e këtij turpi, njëkohësisht edhe zonët që janë kandidate për presidente, po edhe deputetët e komuniteteve, kjo shumicë, edhe gjithë ata që kanë logjikë të ndalen, pa mos vazhdojnë me qenë pjesë e këtij turpi, kushdo që bëhet pjesë e veprimeve që me u shkel kushtetuta e vendit në këtë mënyrë, pra me u qenu rendi kushtetues, i mbulon turpi. Do t'i mbulon turpi për jetë, pra. S'ka lidhje kush janë, çka kanë bërë deri në këtë moment, por nëse bëhen pjesë e dhunimit të kushtetutës, e kësaj qëllë të tillë të rrezikshme, kuptohet që pasojat do të jenë përjetshme për gjithë ata që bëhen pjesë. Ju faleminderit me